Përshëndetje, mirëmbrëma të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju rrëfimin e radhës. Këtë herë kemi një telefonat nga qyteti i bukur i Beratit. Djali që telefonon do të na rrëfen për një histori dashurie. Është një dashuri e dhimbshme, është një dashuri e ndaluar. Ai është i ri në moshë, por ka rënë në dashuri me një grua 43 vjeçare. Dhe në këtë gruan, ai e ka njohur në punë, punojnë të dy së bashku në një zyrë dhe ka dashur që këtë histori në mënyrë anonime ta ndanë me të gjithë ju, duke i dërguar edhe një mesazh, sepse ajo do ta dëgjon këtë histori, duke i dërguar edhe një mesazh vajzës që ai e do. Fatkeqësisht, zonja në fjalë është e martuar, ka dhe 2 fëmijë, jeton me burrin e saj, do me thënë gëzon një martesë shumë të mirë nga jeta e përditshme, por fati, ashtu siç e thotë edhe ky djalë, e ka detyruar që ajo të krijojë një ndjesi tjetër. Unë tashmë do ta lidh linjën telefonike, besoj që e kemi në rregull. Okej. Linjën telefonike e kemi në rregull. Përshëndetje, besoj që më dëgjon. Përshëndetje vëlla, po. Unë e prezantova pak e shumë rrëfimin tënd dhe ke ndëgjuar, por dua ta dëgjoj të gjithë rrëfimin të thënë nga vetë ty për të përjetuar emocionin të cilin ti në fakt je duke përjetuar. Faleminderit. Fillimisht një herë e di që do më paragjykojnë shumë, por preferoj që ta tregoj rrëfimin tim. Unë jam i ri. Do të them që kam përjetuar dashurinë. Më përpara e mendoja që kam përjetuar, por që në momentin që e takova këtë vajzë, e jetova këtë moment, tani them me plot gojë që tani po e përjetoj dashurinë. Punojmë të dy në të njëjtin vend të pune, është 10 vite më e madhe se unë, është e martuar, ka dhe fëmijë, por atë afërsi që e ka krijuar me mua, atë emocion që e ka krijuar me mua, nuk e gjen dot në martesën e saj. Edhe pse burin e ka të mirë, është njëri punëtor, është i qetë, por unë i kam dhënë një emocion që vetëm ajo di ta përjetoj. Në fillim ishte shumë e ftohtë me mua, dhe i kisha shumë të vështirë që ta bindi që të jetë në krahun tim. Por, avash, unë arrita që ta bind, por edhe ajo vendosi në fakt që të jetë me mua sepse i pëlqente karakteri im, energjia që unë kisha, gjithçka në thelb që mua më rrethonte. E kuptoj, më fal. E bënte edhe të lumtur. Ti tani do me thënë jeton, pothuajse vajza në fjalë jeton në 2 jetë, me sa unë e kuptoj. Jeton dhe me ty, por jeton dhe me burrin e saj. Po, ne kemi dhe një apartament ku qëndrojmë bashkë. Unë jam ndarë nga familjarët e mi, qëndroj me atë. Ajo në fillim e kishte shumë frikë të pjesën, por më tregoi që me burrin marrëdhëniet i kishte shumë të ralla. Ai robi mirë, po si ja kupton botën kësaj. Kjo është një vajzë që ka qef luksin, që ka qef romanticitetin, që ka qef dhuratat, që ka qef shëtitjet, dërsa i shkreti punon gjithë ditën, se kanë blerë dhe një hyrje, paguajnë dhe një kredit, dhe nuk ka kohë për këtë. E kjo i kishte këto hallet se shikoja në punë vinte gjithmonë e mërzitur. Dhe unë mundova që t'i qëndroj pranë, sepse mendoja që ndoshta i ka të gjitha në jetë, por i mungon dashuria. Dhe atë bëra. Atë ja dash. Ajo u dashurua aq shumë pas meje, është dashuruar dhe sot, sa që është në gjendje që të largohet dhe nga fëmijët, të ndahet dhe nga burri, dhe të vjetë jeton këtu me mua. Ajo vjen, pas orarit punës, vjen në darkë, i thot burrit vetë që dalë me shoqe, por realisht e ndan kohën komplet me mua. Është shumë e lumtur, është shumë e kënaqur. Ja kam kthyer edhe një herë Po mirë, tani emocionin të ja kam paragjykoj, kthyer. do me thënë. Më fal pak, është në gjendje kjo vajza që të lërë fëmijët e saj dhe të vi me ty, po për fëmijët kush të kujdeset? Se për fëmijët, do me thënë, fëmijët kanë shumë rëndësi për nënën.
E kuptoj vëllare, po ja kam thënë, momentin që ato fëmijë do rriten dhe do dashurojnë vetë, do e kuptojnë që në jetë nuk është gjithçka familja. Do thënë kjo ka arritur e ka bërë, burri nuk e ka bërë të lumtur, sepse nuk ka ditur që ta bëj. Dhe kjo ka mbetur pak si mbrapa në këtë drejtim. Dhe e mendojmë që së bashku njerë të ndërtojmë jetën. Më pas pandej të merr dhe fëmijët edhe të jetojmë të lumtur gjithë. Nga që unë fëmijët i kam takuar, ato më njohin mua si shokun e mamit, kolegun e punës, por e shoh që nuk e ka shumë të nevojshme jetën me fëmijët, sa e ka të nevojshme momentin që ne të dy ndajmë së bashku. Më thënë, momentin e ka shumë të nevojshëm. Dhe mendoj që kur ta krijon lumturinë shpirtërore ajo, patjetër që do të ketë atë energjinë që të thret edhe fëmijët e E saj. kuptoj, domethënë, por Për juve është rastësia një nga ka pyetje njohur, por vetëm dashuria, asnjë gjë tjetër, domethënë ju e vlerësoni vetëm dashurinë e juaj. po as që diskutohet e pjesa, dashurinë e kemi kryesore. Ne jetojmë për njëri tjetrin, të tjerët nuk na besojnë, por ne jemi dashuruar shumë keq. Kur jemi dashuruar sigur të ishim fëmijë. Mua më ka kthyer në ato vitet e arta të jetës time sikur isha 15 vjeç, sikur isha njëri shumë i ri. Nuk E e di, kuptoj më ka dhënë plotësisht, shumë e kuptoj. emocion. E kuptueshme. Po, edhe më bën shumë të ndihem i lumtur dhe uroj që ta realizoj. Unë dua t'i them se e dua shumë dhe Në mos e rregull, shëndor. unë të falenderoj shumë që ndave rrëfimin e jetës tënde me mua, nuk është e lehtë. Në fakt të ndash një rrëfim do guximin e vet, por uroj me zemër që të bëhet më e mira për ju. Faleminderit Të shumë përshëndes. vëllai. E pra të dashur miq, ishte ky rrëfimi që dëgjuat, do të thënë një djalë i ri, i cili ka rënë në dashuri me një vajzë tjetër e cila është njëkohësisht e martuar, ka familjen e saj, ka të ndërtuar jetën e saj. Ajo është gati që të lërë gjithçka që ka ndërtuar me vite të tëra vetëm për të qenë pranë dhe për t'ju bashkuar ëndër së saj të madhe, domethënë asaj që zemra po i re, zemra po i kërkon dhe dëshiron që ta bën këtë gjën me gjithçka në jetë. Unë për mendimin tim këshilloj që të rruhet gjëja më e shenjtë, që në këtë rast është familja, por ka dhe njerëz të cilët e kanë këtë mundësinë por e hudhin në tokë. Dua të marr mendimin tuaj.